Në një kohë të brishtë dhe pa parashikueshme në aspektin e sigurisë, 3 shtete ballkanike, Kosova, Shqipëria e Kroacia, vendosën nënshkrimin në letër për një pakt ushtarak tripalësh. Deklarata e përbashkët e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes sipas nënshkruesve synon forcimin e aftësive mbrojtëse, zhvillimin e industrisë dhe teknologjisë së mbrojtjes, si dhe përmirësimin e ndërveprimit ushtarak në rajon. Patyshim se nga kjo marrëveshje përfiton më së shumti Kosova, e cila praktikisht sapo lidhi një pakt sigurie me 2 vende anëtare të NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e vlerësoi marrëveshjen si hap i jashtëzakonisht i rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon. Edhe pse të 3 vendet nënshkruese thanë se ky pakt nuk është kërcënues darmitësor, por angazhim shtesë për ta ruajtur paqen dhe stabilitetin rajonal, megjithatë një vend i Ballkanit nuk e priti shumë mirë. Serbia, nëpërmjet Ministrisë së Jashtme, e kundërshtoi marrëveshjen si provokim, duke vlerësuar se e dëmton stabilitetin rajonal. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë rritur ndjeshëm investimet në mbrojtje në vitet e fundit. Kroacia vlerësohet fuqia e dytë ushtarake në rajon, Shqipëria e treta, ndërsa Kosova, shteti me ushtrinë më të re në rajon, është e fundit në Ballkan për nga fuqia ushtarake sipas indeksit të Global Firepower.